reportazhesh e lloj-lloj emisionesh investigative dhe asnjëherë nuk kemi parë një reportazh për bankat europiane të cilat i qarkullojnë dhe i pastrojnë këto lavatricet europiane të pastrimit parave të mafjes shqiptare, le ta theme. Domethënë pse bëhet një trajtim disa si të nënës, disa si të njerëkës, kur këto parat që dalin përdorin sistemin fiskal europian bankar për të qarkulluar. Këtë do të donim t'ja pyestim institucionet europiane. Riciklimi i parave nuk ka i përket edhe vendet europiane dhe sistemet e ndryshme fiskale, pra. Është e vështirë t'i kuptosh, t'i godasësh sistemet e riciklimit, po ju them një shembull. Në librin tim, unë tregoj për shembull për bankën ilegale, pra jo të lishme, kineze, që është në Romë, ka disa sipërmarrës aktivitete sipërmarrëse kineze që kanë mundësinë që ta zhvendosin para pra mund të lëvizin miliona euro dhe kjo lloj banke, ky lloj transferimi i parave pa punojës, pa sportele, përdoret nga të gjithë, përdoret nga sipërmarrës që kanë bërë evazion fiskal, përdoret nga narkosit, përdoret nga narkotrafikantët. Questo ovviamente ci racconta quante strade ha il riciclaggio, quante strade ha sa shtresëzime gjen riciklimes. Accumulato illecitamente. Pra e gjithë paraja e mbledhur në mënyrë të palishme. Nuk i përket vetëm një vendi, një kombësie, po i përket një sistemi mbar evropian që nuk do të heqë dorë nga kjo sasi parash, që rritet me anë të këtyre parave të shtuara, pra të bëra me anë të mënitëlishme. Kjo ndodh tek ne, tek ju dhe tek gjithë pjesa tjetër e botës. Nderuar Nelo, në fakt, kur flasim për politikën dhe krimin, është radhë edhe mund të bëjmë edhe diferencat. Nuk e di nëse ke ndjekur këtë debatin mes kryeministrit ton, zotit Rama, dhe gazetarëve italianë në konferencën e sotme për shtyp në lidhje me refugjatët dhe kampin e Gjadrit famshëm, dhe sigurisht edhe përshëndetjen e zonjës tuaj kryeministre, zonjës Meloni, i cila e përshëndet kryeministrin shqiptar, Ciao Edi. A keni një koment në lidhje me këtë marrëdhënie që kanë kryeministrat tanë me media, të cilat shpeshherë duan dhe ngacmojnë për të informuar dhe për të pasqyruar të vërtetën pranë opinionit publik? Besoj se kjo marrëveshje është një dështim për të dyja palët. Ne kemi harxuar më tepër se 1 miliard euro për këto 1 miliard euro, prej të cilave 120 milion euro i kanë shkuar pra shqiptarëve për të garantuar sigurinë. Kjo ka qenë një gabim sipas me nga pikpamja politike, edhe nga pikpamja ekonomike dhe nga pikpamja asaj që unë ju thash më parë. Pra, nëse unë regjistroj gjyqtarët që ju thash më parë, nëse ne nuk bëjmë, pra ligjin, duhet i kërkonim Shqipërisë që ne të një trajtësonim ligjin për konfiskimin e pasurive të paluajshme. Unë besoj se kjo marrëveshje ka qenë një zgjedhje e gabuar nga ana e Giorgia Melonit, një pozitë e gabuar e saj, dhe unë dje lexova që dje ministri juaj i jashtëm kishte ngritur disa pyetje. Megjithatë mund të themi se qartësisht kjo nga pikpamja politike dhe ekonomike dhe nga politike përvojë është një dështim. Ajo që përmesh nell'Unione Europea da parte dell'Albania. Non so se questo nuk e di nëse ky objektiv pra antarësimi në Bashkimin Evropian do t'ju ndihmojë kjo marrëveshje për të antarësuar, sepse edhe vetë Italia e ka humbur këtë peshë në arenën europiane. Zoti Troqa, unë kam një kuriozitet.
duke lexuar shumë libra që nga kumbari Mario Puzos, po edhe tek Roberto Saviano për Camorrën, por edhe të Netflix apo kinematografisë brillante italiane për mafjen, një fëmijë, domethënë që adhuronim si quhet prokurori, jo vetëm Katanin, Falconen. Ka mëdhëruar Falconen, Silvia Conten, dhe tani ju shikojmë juve, kolegë shumë i nderuar, po Borselinon, dhe tani ju shikojmë juve, Matano Trantos, 78 km larg, kolegu jon, bashkohësi jon, i cili po bën një luftë shumë të drejtë, po kundër një armiku super të madh, i cili e ka treguar që shpesh herë dhe hera herës është katil dhe fatal. Pyetja ime për juve është, a ja vlen filozofikisht njëre gjitha kjo në fund të ditës dhe për kë po e bën? Dhe e dyta, qa adrenaline ka jeta jote, se që nuk është më e njëjtë, kjo është pak për e sigurt. Po, më thënë, si është ndjesia e gëzimit në jetën tuaj, kur juve dini që krerët më të mëdhenj mafjes europiane dhe italiane nuk ju duan që të frymoni. Unë mendoj se ne jemi shumë e zgjedhjeve që bëjmë dhe zgjedhjet për ta treguar krimin lidhen me faktin që unë vi nga Napoli, nga qyteti Napolit, ku jam rritur me idenë se Giancarlo Siani që është vrarë nga Camorri, nga Peppino Impastato që është vrarë nga mafia, janë për mua pika referimi. Dhe unë e interpretoj të qenit gazetar, pra duke treguar cilat janë pikat kritike të strukturave kriminale. Unë nuk e jetoj përvojën e të qenit gazetar si kur të jem në luftë, por sigurisht fuqit nuk janë vetëm ato si përmarrëse, po janë dhe ato kriminale. Unë e kam për detyrë që të tregoj, sigurisht që mbrojtja ma ka kushtëzuar, më kanë ndikuar në jetën time të përditshme. Megjithatë, gazetarët duhet të rrëfejnë, pra e kanë këtë detyrim profesional. Është e drejtë që unë mund ta bëj këtë dhe në jetën time private ta rishikoj, pra se si e jetoj ditën time të përditshme. Ju ka ardhur, vetë edhe një pyetje tjetër, më fal edhe. Ju ka ardhur ndonjëherë ofertë për diell? Ju ka ardhur ndonjëherë në një ofertë që shikoje, le ta mbajmë mbyllur tani, mos e hap më gojen, hape gojen për çfarë duash për shifra dhe mos na u bëj pengesë? Le të themi që në jetën time kam pasur propozime të shkoj në vende më të qeta apo në vende ku ku ka pasur një prirje më rehatuese, le të themi, por unë nuk e bëj këtë punë, këtë profesion në thonjza për të shitur ose dhe pa thonjza. Se cili zgjedh të shkruaj atë që do, por kur mi kam bërë këto ofertë, dhe unë i falenderoj ato që më bëjnë oferta, të kuptojmë të lishme, të shkojnë në vende më të rehatshme në krahasim me pushtetin, pra në ndikimin e pushtetit. Unë kam refuzuar sepse besoj se gazetaria është një profesion që bëhet në një farë mënyre që të tregoj pikat kritike. Unë konflikte të tjera nuk kam, po besoj që nuk ka pasur oferte të tjera sepse unë do të refuzoja me njëherë, le të themi. Në fakt, na e thatë me pak fjalë që çmimi që keni paguar tashmë është liria, që nuk e keni më. Unë jam kurioze të dinë se mafia shqiptare ka tentuar të vite këty, qoftë edhe politika shqiptare, nëpërmjet, si quajnë këto, prestanomet e tyre, por të dërguarit e tyre, dhe e fundit, e keni mbaruar misionin tënd të përkryer apo presim diçka tjetër të na rrëfesh në kohët në vijim? Për të parë që puna jote më e mirë investigative nuk ka ardhur akoma? Mua më ka ardhur pra një letër, është një letër anonime që më ka ardhur, po e gjithë për flitet edhe për librin tim të kjo letër. Vjen nga Shqipëria? Arriva dall'Albania,
si faceva riferimento all'attentato a un collega, Sigfrido Ranucci. Referohet, pra bën referim për një tentativën e Ranucit, dhe jep një